Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Heidi Baci guxon, publikon librin e saj të parë. Moderatorja dhe ish-banorja Heidi Baci ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm në rrugtimin e saj krijues, duke publikuar librin e parë me poezi të titulluar Liminal. Ky titull simbolik që nënkupton një gjendje kalimtare mes dy botëve apo realiteteve të ndryshëm, përfaqëson në mënyrë domethënëse udhëtimin emocional dhe shpirtëror që autorja ndan me lexuesin. Gjatë pjesëmarrjes së saj në reality show, Heidi kishte zbuluar se poezia ishte një formë intime e shprehjes së ndjenjave dhe mendimeve të saj më të thella. Ajo kishte ndarë disa nga vargjet e saj me banorët e tjerë dhe publikun, duke treguar një anë të ndjeshme dhe artistike përtej figurës së saj televizive. Publikimi i Liminal përbën një arritje të re për Heidin, e cila tashmë prezantohet edhe si autore në fushën letrare. Libri është pritur ngrohtësisht nga ndjekësit e saj besnik, të cilët kanë vijuar ta përkrajnë edhe pas përfundimit të spektaklit, ndërsa ajo vijon të zgjerojë kufijtë e karrierës së saj përtej ekranit televiziv.